Mirë, si që raportuam edhe më herët, ditën e sotme është paraqitur në SPAK nëna e Monika Kryemadhit. Në këto momente unë do t'jem në komunikim të drejt për drejt me Keti Banushin, ajo do t'jap më shumë detaje lidhur me arsyet, por edhe me procedurat, njërës edhe për çështjen që Fatime Kryemadhi është pyetur. Keti, të përshëndes. Përshëndetje Rovena, atëherë ka qenë një seancë gjatë pyetjesh, mund të them. Zonja Kryemadhi është futur në ambientet e prokurorisë së posaçme në orën 10 të paradites dhe doli vetëm pak çaste më parë, pra është marrë në pyetje nga vetë prokurori i çështjes Sotir Llapi, është prokurori që po heton lobimin, çështjen e lobimit, për cilën akuzohet zonja Kryemadhi, por ndërkohë edhe hetimin pasuror. Pra krahas çështjes lobimit ndaj familjes Kryemadhi ka nisur dhe hetimi pasuror. Kjo është arsyeja që zonjës në fjalë, pra Fatime Kryemadhit, pak kohë më parë i është sekuestruar edhe celulari, janë bërë edhe kontroll në banesë, të cilën ajo nuk e mohoi ditën e sotme, megjithse ne kemi raportuar për një celular i cili është sekuestruar dhe zonja Kryemadhi gjithmonë e ka ankimuar sekuestrimin e këtij celulari në të gjitha shkallët dhe pak ditë më parë dhe gjykata e lartë e la në fuqi vendosjen e sekuestros së këtij celulari, por ndërkohë që ajo që lihet kuptohet nga deklarata që ajo bëri, është pyetur për pasurinë, për transaksionet që ajo ka kryer, pasi zonja Kryemadhi e pyetur në lidhje me fëmijët dhe në lidhje me ato, nëse do janë pyetur apo jo dhe familjet dhe fëmijët e zonjës Kryemadhi, ajo deklaroi që i ka mbuluar ajo me shpenzimet e veta, pasi ka patur shtëpi dhe më pas e ka bërë pallat. Pra kjo do ka qenë arsyeja e pyetjes së saj, pra transaksionet dhe pasuria e saj, pasi me sa duket prokuria ka vërejtur që në emër të zonjës Kryemadhi, Fatime Kryemadhit, ka pasuri. Pra pyetja e saj ka zgjatur, siç e theksova, disa orë dhe ndërkohë që kemi mësuar që edhe hetimet për këtë çështje janë drejt përfundimit, edhe me sa duket prokuria e posaçme duhet të marrë një vendimarrje në lidhje me këtë çështje, nëse do e kaloj për gjykim apo do e pushoj ose do ketë në një vendimarrje tjetër. Pra deri në këtë momente edhe zonja Kryemadhi, Fatime Kryemadhi, është pyetur në cilësinë e personit që ka dieni për rrethanat e hetimit. Në qartë. Faleminderit Keti. Faleminderit për raportimin dhe për gjitha zonat që ndave me ne.